Presidenti Bayram Begaj deklaroi nga Budapesti se Shqipëria ka mbështetjen e Hungarisë për anëtarësimin e plotë në Bashkimin Evropian. Ai u takua me homologun hungares, Tamash Suljok, me të cilin foli edhe për çështje të tjera të ndjeshme në Ballkan dhe Europë. Shpreha mirënjohje në takimin tonë ndaj presidentit dhe Hungarisë mikë për mbështetjen e fortë dhe të pandërfundit dhe të pakushtëzuar që Hungaria bën në procesin e anëtarësimit të Shqipërisë dhe të gjithë Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Ndihma teknike dhe ekspertiza e ofruar nga Hungaria për institucionet shqiptare ka kontribuar në forcimin e administratës publike, po ashtu dhe në zbatimin e reformave të rëndësishme. Gjatë takimit kokë më kokë me presidentin hungares, u bisedua për çështje delikate në Ballkan dhe në Europë. Për sa i përket sigurisë, u shpreh angazhimi i përbashkët Shqipëri-Hungari, si dy vende në NATO për mbrojtjen kolektive dhe sigurinë euroatlantike.